shejtani tash mos ta kupton dikush që i shkon atij që është që fal namazin 5 vaktet edhe i thot mohu Allahun. Jo, domethënë shejtani është më i mëshëm se me i ra kaq shkurt. Mirë po, domethënë ai përdor distanca dhe më të larta, edhe i përdor për shkallëzimin, hapat derisa të bjen te kjo pikë. Njëherë fillon me randu namazin për shembull. Edhe e bën namazin pak si të randum, pastaj fillon me rallu namazin, pastaj fillon ashtu edhe me lën krejt namazin, edhe i thot kur gjë suba. Domos si ti që e fal, si sot që nuk falësh, ma prapë i njëjti, e njëjta punë. Çaj njëri njëjti. Domos ka ndryshuar diçka. Mirë. Gadale derisa ti hjek shejtani të gjitha vlerat hyjnore edhe mësimet hyjnore që i ka ky person nga një derisa në fund edhe ti thot shumica e botës nuk besojnë besim drejt, që po thotë është besimi drejt. Pastaj një pjesë e madhe s'besojnë fare edhe ata i kanë punë më mirë, edhe kanë të mira materiale, kanë një jetë më komode, kanë afirmitet, kanë pozita, kanë këto, edhe s'po bëhet kurrë, domethënë nuk pju hakmirët Zoti, që ju po i thoni Zot, edhe kështu derisa ta bjen deri te me nxjerr prej fesë. Nëse nuk e arrin këto, pastaj përdoraj kurtha tjera që domethënë me zbejat e lanin edhe energjinë për me punu mirë, edhe me bë vepra të mira. Pastaj me angazhu me vepra që janë më pak të dobishme sesa me vepra që janë më shumë të dobishme. Po gjithashtu kjo nëse s'mundet me nal hesh. Mirë po dikan e lën ndoshta me u angazhu me punë të mira, mirë po pastaj ja prish njetin. Ja prish njetin edhe ja largon sinqeritetin, edhe puna e tij pas sinqeritet pastaj është e parapat. Vetë pëlqimin se i pëlqen me drejtja. Ai që njihet si ojë, domethënë magnetet pas veprës. Çfarë do bëune? Unë domethënë ku janë shokët e me kretun e shkojnë xhami, mua njerëzit më njohin, folin, ashtu unë s'jam, derisa shejtani t'ja mush mendin se më të vërtet është njeri me shumë vlera, pastaj njerëzimi duhet mu sill rreth tij, ka nevojë për të, bota sillet rreth tij, edhe kështu pastaj edhe nëse dalin vepra të mira prej këtina, është domethënë janë të papranuara për arsye se e humb atë nënshtrueshmërinë fillimisht që me qenë robi nënshtruar edhe modest ndaj Allahut, sepse Allahu e don modestinë, nuk e don kryelarsinë. As nuk e don vetë pëlqimin, e don modestinë, e don nënshtrimin,